إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم يتقن الله عز وجل أتى فالندرويم بريتين ديهم ضفالي كركويم سلوات يا درجونا محمد صلى الله عليه وسلم familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuar, kjo është hutbeja e 7 me radhë që flasmi për të njëjtën temë, e ajo është përgojimi dhe dëmet e përgojimit në shoqëri në përgjithësi e në shoqërinë islame më në veçantë. Mirë, po inshallah kjo shpresoj na më kon e fundit. Kena folë dhe keni posë sa e damshme është me përgoju njerëzit. Me folë keq për njerëzit. Sa e damshme është. Aq e damshme, sa që në ditën e gjykimit, pa u bo çështja heq e madhe, në ditën e gjykimit veç ke me dalë ti, dhe personi çka e ke përgoju, dhe personi i përgojuari, kam i ti marë sevapet e tua. Allahu kam ja dhënë sevapet e tua, personi çka e ke përgoju. Ose ti kimi marë, si përgojues, kimi marë mëkatet ati çka e ke përgoju. E randë valla, e randë është kjo. Mirë po, dhe keni po gjithë ato argumente që ne kena përmend, nuk përsëritë më normal, por tasht, po na intereson, se unë po du mu pastru në dunja para se me shku në ahiret, për punën e përgojimit, du mu pastru, si të pastruhem, si të shkoj dhe kur dalë atje, unë dhe përgojuesi, jemi si morëmi njëri tjetëri diçka, jemi barabartë. Si t'ja bëjmë? Dietarët islam për këtë çështje dhanë më shumë se një fjalë. Disa prej tyre kanë shku pak më strikt. Dhe thanë se ti ndash me shku që ti si përgojues dhe përgojuesi pa u kusurit pastaj në ditën e gjykimit, pa ti marrë të mirat e tua, sevapet e tua, ose me t'i dhënë ai mëkatet e ti ty, pa e bë këto, atë ti na thonë apshty durt, edhe shko te dera e ti, edhe shko të roketin der, ose ta ka jenë rrugë, thë jo filani biri filanet. Kërkoj ndjes, ama ban halal se njëherë dhe njëherë dhe njëherë dhe njëherë unë të kam përgoju ty, kam fol keq për ty, po që mashtrej shejtani? Se shejtani që të punë e ka, unë mashtrej, ama ban halal. Kanë thonë dietarët një grup, gjithçysh duhesh me shku mi kërku halalak, ndash me u kusurit që në ditën kur të dalësh para Allah, mos me pas probleme personin. Disa dietarë të tjerë thanë, po e lehtësojna pak. Thanë, nëse ke fol keq për një njeri, nëse ke fol keq e ke përgoju dhe nëherë ja ke ngjit në të keqe sene, po nëherë ja ke shpërndat keqen e ti, thanë, edhe nëse nuk shkon me kërku falje të kdera ti, atëherë thanë, ka një ullje qysh, thanë, gjdo me gjlis, gjdo nej, gjdo të bim, qka ti ke fol keq për ton, kur të takoheni me ton, thoi, hej, a ju kujto që pa ta fol një her për ton, djali mirë është ai. E ka këtë të mirë dhe këtë të mirë dhe këtë të mirë. Të keqen mos ja përmend, por ja përmend të mirat e ti. E para dhe e dyta thanë, kësëherë të bajsh do othu, o Zot, falu mu dhe filanin që ne kam përgoju. Falu mu dhe filanin që kam përgoju. Edhe kjo është kërkes këgja, por të pakten nuk po kërkohet gjithçysh me shku te dera. Dhe këta unë bështet me një hadith, që tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kafaratu man iqtabta an tastaghfira lah. Tha pejgamberi alayhi salam, falja për ty si përgojues, në raport me atë që ke përgoju, është me i kërku falje Allahut për ton. Por problemi, si kur t'ishte ky hadith i vërtet, në rregull, por problematika se hadithi nuk është i vërtet, është i shpikur krejt.
nga që kjo, disa djetarë erdhen me një konkluzë dhe ndashta kjo është më e qelluara. Cila është ajo? Thanë nëse ke folë ti keq për një njeri, për një shok, për një vëlla, për një musliman, për një hoxh, për një thirrës, për një ke folë keq, thanë atëherë do të veprohet kështu. Nëse ai që ti e ke përgoju, e din që ti e ke përgoju, para ai hesht, e din që ti e ke përgoju, para ai hesht, kështu s'po di. Nëse ti e din se ai i përgojuari e din për përgojimin tënd, thanë prap duhesh me shku gjithçysh te dera e tij me kërku falje. A nëse se din, por ti ke përgoju, ke fol keq për ton, pra ai nuk e din, atëherë thanë që këtë rast mjafton veç me përmend për mirë në vendet ku ke përmend për keq, edhe me kërku falje Allahut Azza wa Jall. Apo e vreni se sa e rond është me orë deri tek ajo barazimin mes teje si përgojuesi dhe përgojuesit. Edhe ati të përgojuarit. A për vreni se sa e rond është me orë baraz që në ditën e gjykimit mos me t'i marë ty se vopët, qka je loti të falë, të bo veprat mira, të do sadake, të bo dhe të bo, a i mi t'i marë hazër pastaj, veç pse ty të ka lëshu goja jote në këtë botë edhe fletë për ta. Mirë, po, shtruhet pyetja, dikush tëtë, hoqë të fole deri tash për përgojimin gjitha të hudbe. Edhe tash po na flesi si mu shpagu, pa ka bërë na i herë, na i rast. A ka na i preashtim, a thehet ky rregull na i herë, a ban na i herë për na i kanë me përgoju. Edhe këto, alhamdulillah, djetarët kanë thonë, mëse meni tash kërej që ka falë më shkejtë rëmbullaksuar, se edhe kje ka një zgjedhje. Djetarët thanë, disa i kanë të bu një 6 raste, kur të lejohet ty me përgoju dikan, edhe me fol keq për dikan. Cilat janë ato 6 raste? E para prej tyne është nëse je person që të është bërë zullum, edhe donë me gjyku çështjen, shkon të gjykatësi, shkon të hoxha që po ta gjykon çështjen, edhe i thuaj ndërum hoxh ose i ndëruar gjykatës, filan fusteku me emër dhe mbi emër, ma ka bërë mu këtë pa drejtësi, unë e du hakin tem, unë ka bo zullum këtë, e du hakin tem, ka bë këtë të keqe ndaj meje, e du hakin tem, edhe kjo që ti dënë, me gjyku çështjen, edhe pse po ja tregon gjykatësit atë keqen e tij, por një gjë e tillë është e lejuar, e para. E dyta, thanë është nëse don mund ndihmu me dikan për me ndonë një të keqe. E dini që një X personi, një filan fusteku, e ka një të keqe të njoftur. Edhe shkon të një sebeb, ose një i afërmi ti, ose një udhëheqës i ti, ose një i afërmi ti që ka dorë mbi të. Edhe i thua filan, nipi jët, ose djali jët, ose kushëriri jët që ti e ki në dorë ato, e ka këtë të metë, këshër bre fali, e ka be që këtë gjëna, sponalet, këshër bre fali tërheqja vrejten, edhe pse ti e përgojen, por si e të përgoju veç mja qitë në sheshët metën e ti, por për me ndalë ato për të keqes, në këtë rast, është rasti i dytë që të lejohet ty me përgoju dikan. Rasti i tretë, është kur ti shkën të një djetar, ose të një hoqë që mund me të dhanë fetfa, edhe i thu, o hoqë i ndërum, o djetar i ndërum, mu filani ma ka bërë këtë të keqe, kështu të ndaj meje, edhe këtë, ose këtë ndaj familjes time, ose këtë ndaj bashkëshortes time, ose këtë ndaj shtëpis time, mi ka bon këto dhe këto. Shka thu ti hoqë, feja, shka i thët që soj qështje, që shdo të mu trajtu fetarisht që kje qështje? Ti e shku me kërku fetfa, jo për mja qitë metën e ti në shesh, po shkan kërkën fetfa, visë si e trajton feja pastaj këtë të metë, edhe në këtë rast, është e lejuar me përgoju qatë person. Pasaj, rasti tjetër është, kur ti e përgojon dikan, për me i nalë, përgojim mja përmend të metën, apo të keqen, për me i nalë, mirujt njerëzit për e sherrit të ti. Për shambull, ju nëse kini vrejt në her pak më latë, unë e vishtash, hadithi që shë përmend hadithi, tash dhe hadithi është i shpikur krejt. Për me thonë hadithi i shpikur, djetarët kanë thonë, ky hadith po vika prej filanit, e ky filani është gënjeshtar dhe nuk i miret hadithi. Ky filani është i prishur
fasik i prishur dhe si mirët hadithi, prandaj na i themi hadithit, mos t'i shkon ky rendi me i thot dietarët, për që ata njerë që veç kanë shku ata në botën tjetër, po mës me i pas përgoju ata në qitë aspekt, na kishin orë neve ish dusht me punu me hadithe të dëpta, e hadithe të shpikura, e hadithe të rrenjshme krejt. Kjo një prej shkaqeve që lejohet me kanë leju përgojimin e para. E dyta në këtë pikë që po flas është nëse njani shkojnë një dy personat e hoxha. E kanë një për një njeri dhe dojnë mja ullë reputacionin e ati njeriut. Edhe e din që ai hoxha me një njeri nuk e qetë prej zemrës personin, se për mja pranu që filani e ko këtë gjuna, duhet me pos dy dëshmitar. Edhe ata dy dëshqohen një dy djemë, edhe shkin hajde, tja ullë me reputacionin pozitën e që ati këjshijës të hoxha. Se e kanë po që ty nejtë me hoxhën, edhe ty bollap me hoxhën, e pajanën me hoxhën, edhe kur shkujnë, edhe i thujnë, hoxhë, filani që ka ti porrin me ta, është gënjishtar. Filani që ka ti porrin me ta, e kemi pa të i pi alkohol. Filani që ka ti porrin me ta, e kemi pa dhe e kemi pa. Që ka banë hoxha djetari që mërvesh të sende, ja merra me të që aty në dyve që ka ja prënë në lajmin, edhe shkën në fare fisni, në rethin e që atyre dhe i pyt, e që ka me ndani bre jo për filanin. A i filani ka mundësi, këta dy lajmin që e kemë pru, dy t'janë gënjeshtar, se qëllimi tyre është me ullat njeriun. Edhe ata e të thënë, qka me ndani, ata të tjerit ju përgjigjen. Vëllë filani, jo, kujdes për ti so rëndës. Kujdes për ti se a i flet keq. Edhe këtë që tu tash përgojimit që i bohen, për mjarujt të nderën e një muslimonit, pse këta pa dojnë vishë për keq me orë me dëshmu, edhe pse u përgojun këta dy dëshmitarët, por një përgojim i tillë është i lejuar. Tjetra, nëse njanin e ke po me një libër, mashallah e ke Kur'ani ke, se kam përto. Mirë po, e ke po me një libër të disa sufive, disa shiave, asi të randë rafidi, e ke po të i lezu. Edhe mashallah, të lezu, edhe të ju qeshk fëtyre ati të lezu. Ate ti thu, o ti djallë, mos e lexo këtë libër. Pse? Se filani këtij librit është gënjeshtar. Filani këtij librit është shija i prishur. Filani këtij librit e ka këtë devijim. Lejohet në këtë rast me fol për autorin e librit. Kur e sheh që të tjerët po lexojnë dhe ai libër është i prishur, të tjerët ja lexojnë dhe po e shpëndojnë rrethin e tyre, lejohet me fol për autorin. Pastaj edhe kjo që i përmenda me pajtimin e dietarëve. Pastaj, rast tjetër është që lejohet me përgoju, është nëse njani ban mëkate, por mëkatet e ti si mshef hiq, i ban haptazi mëkatet e ti dhe haptazi e ka bidat risit në fejt të ti. Njani për shembull, haptazi, a i si vjen marrë prej kërkujt, e pin alkoholin midis ditës, midis publiku, se ka det. A je ko rënën si kur fjallë normale që ka ti i qetë, a i qetë rënë. Atër, ja tërhek vrejtjen njerëzë, kujdes e djale, se të kom po që ti përën me filanin. Ama i filanin është gënjeshtar, kujdes, lajmet e ti mës ja pranë. Për që këtë pikën, se e ka rënën e ti të hapt. Ose kujdes, mos të mashtërën alkohol, duke e di se alkoholin nuk i ka shik një gotë me pi, por a i gjithë e pin, ja tërhek vrejtjen për atë mëkatin të hap të ti, jo për ato të msheftat e ti. Po bidatin, nëse njani është edhe hoqë në kuft, edhe hoqë nëse është, e shë njani thëtë, prej besimit pas të të që Isa a.s. nuk ka me zbrit në tukë për në akhiri zaman. Para kiametit prej shenjave të mëdhaja të kiametit është Isa a.s. zbret në tukë. Del një hoqë, del hoqë edhe thët që nuk ka me zbrit. Jam mërthet këtu janë gënjeshta prolla, hadithet janë mutewatira. Hadithet janë aqë të mëdhaja që përgojimi tyre kanë thonë djetarët është këfër. Ndërsa i thët, hapta si e ko, s'janin për këto pse e mëhanë zbritjen e Isait. E në këtë rast, ja përgojan qështjen. I thu kujdes për i filanit, në këtë pikë mës të fletë se është i devijuar. është i keq në këtë pikë. Ose, delë për shembull hoxha dhe thët, Imam Mehdiu s'ka me orë. E kjo është për shenjeve të kiametit. Në akidën e ehli sunetit është për shenjeve të kiametit. Aj, e më hënjë që t'ilë, lejot me përgoju për problemin që aje ka. Del një hoxh tjetër, që edhe të një, për sa që po vlasi një. Edhe del hoxha tjetër thët në Kur'an, edhe në fe, s'ka nasik wal mansukh.
argumente të dërguar dhe dërguese. Ka qenë një dispozit njëherë më herët, pastaj ka ndryshu. Ka qenë alkooli njëherë pak i ndaluar, jo komplet, e dikur ka shku të shkallzu dhe sa ndalu krejt. Ka qenë njëherë e ndaluar me i vizitu vorët, pastaj është leju. Tek ata të një grup njerëzit, e në mes në tyne për hoxhën që po flas, është që ai si pranon të sene heq. A kjo mohimi i kësaj, në kjo është me i gjma, që në Kur'an ka diçka që është dërgu, etap pas etape, e mohimi i saj është küfër, ndërsa nëse vërejnë një hoxhë, ose hoxhë kuptë, ose dhe thyrës pa hoxhë heq, e vërejnë që ka këtu probleme, lejohet me fol, me përgoju për problemet çka ai i ka, pastaj për e rasteve që lejohet dhe të fundit për ta, çka lejohet mu përgoju personi, nuk është haram e ndaluar, kur ti nuk e thu me njetin përfyrje. Është një njëri në fshatin tënd, në qytetin tënd, që ai nifet është i verbër, edhe nifet i verbri. Po na nuk i thuj na kështu i verbri, po qurri. Ama nëse nuk i thu ti qurri për nënçmim, por nifet me qatë emër. Ti mi tha e ka emnin kështu me qatë emën, po nuk janë disa emën në atë qytet, po me qurri nifet veç një. Ky i thënë lakab. E që kjo nëse përmenet jo për qëllim fyrje, por veç për të sqaru dhe e ka lakab këto, nuk është përgojim. Ose njoni është tullac. Njoni është tullac, edhe nifet në fshat komplet që ai tullaci, jo për fyrje, atëherë lejohet më thonë kjo. Ose njoni është shkurtaviq, nuk e thu për fyrje, por vërehet se ai, kur ti thush, ai shkurtaviqi, me thonë për fyrje është më katimar. Që ka thonë pejgamberi që ka thonë Ajshës, e ke thonë një fjallë që detit, mjaqit e trazën detin, ndërsa nëse e thuti që e ves lakabe ka, nuk e ki për fyrje, lejohet një gjatë tillë. Ose njoni e ka lebrozën edhe i thu që a i filoni be abedin, po qasi emra, o mu kem pështjetë se shumë emra po mi përmen, o po ti përmeni po apen një aj ma ekstra që është me lebrozë. Ja përmen për shkak lakabit të ti, jo për shkak të që me fy ata. Këto ishin çka deshta me i kompletu sot për rastin e përgojimit. Lusmi Allahun Azza wa Jall që prej përgojimit të narun. Lusmi Allahun Azza wa Jall që nëse kemi rshit ne kemi përgoju, Allahu të na fal. Lusmi Allahun Azza wa Jall që ata që kemi përgoju në herë, halal neve të na bojnë. Lusmi Allahun Azza wa Jall që me ata që na herë kena përgoju, kur dalmi para Allahut, të mos kusuritmi me na marë të mirat tona, e as me ja dhon na të mirat e me ja marë pasaj të këshijat e ti. Lusmi Allahun Azza wa Jall në gjenetat jetonve të na bashkon me pejgamber të Zotit. Lusmi Allahun Azza wa Jall që muslimanëve Allah të ndihmon kudo në botë që janë, në veçati aty në Gaza Allah të ndihmon, ndaj armiqve të tyre Allah belat të shën, walhamdulillahi rabbil alamin.